يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falënderimi të kënë Allahut Azza wa Jall. Atë e falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet ja çojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që e kanë pasuar dhe e pasojnë ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur musliman, xhamatnin të nderuar, kjo është xhumaja 4 me radhë që do të flasemi për respektin ndaj prindërve. Për shkak se është temë që kanë nevojë vazhdimisht njerëzit të kujtojnë ato se çka kërkon Allahu Azza wa Jall prej fëmijëve ndaj prindërve të tyre. Dhe po I përmendmi edhe disa hadithe, argumente që flasin për këtë rëndësi, pra se si duhet të sillemi me prindërit. Prej tyre pjanisim me hadithin që transmeton Imam Nesaiu e Abu Davudi dhe të tjerë, dhe Sheikhul Albani thotë hadith është I vërtetë që vjen prej Abdullah ibn Amrit. Ai thotë se ka thonë pejgamberi alayhis salam. Thotë janë njëri pejgamberi alayhis salam I tha: "Ja Rasulullah, inni ji'tu ubayi'uka 'ala al-hijra." Unë jam marrë tek ti me ta dhënë besën se po du me bë hijret. Hijreti në atë zaman kur është ka obligim, hijreti prej Mekës në Medinë ka qenë me një kohë obligim. Përderisa pejgamberi alayhis salam ka qenë në Medinë, boni hijret, pastaj edhe të tjerët e kanë pasur obligim. Dhe shpërblimi I hijretit ka qenë I madh. Fillimisht e kanë pasur obligim, pastaj aq shpërblim I madh, saqë me një hadith tjetër që transmeton Muslimi, është ardhur dhe I ka thonë pejgamberi alayhis salam, I ka thonë hijreti I fshin gjunohet të mëhershme të krejt. Apo e vreni sa e madhe? Hijreti, shpërngulja prej Mekës në Medinë. Ndërsa ky njeri I tha pejgamberit alayhis salam: "Unë jam marrë me ta dhon besën." Sikur me thonë zgat ma dorën, ta dhon besën se unë du me bon hijret tek ti. Dhe po të njoftoj ty, o I dërguar I Zotit, që tha: "I kam latët walakat taraktu abawayya yabkiyan." Vetëm se si informacion po ta dhon se I lash dy prindërit e mi duke qajtur në shtëpinë time. Duke qajtur në atë kuptimin se janë mërzit që po I lën vet, ose janë frigu për ta. Dhe kur I tha kështu pejgamberi sa me kereq shpërblimin që paska pas në atë kohë me bon shpërngulje prej Mekës në Medinë, vetëm se veç pse I la dy prindërit e tij duke qajtur, pejgamberi alayhis salam ja kthei dhe I tha: "Irji ilayhima fa adhikhuma kama abkaytahuma." Tha: "Jotati mos ban hijret, por ktheu tek dy prindërit e tu, dhe qashtu që I bëre ata me qajt, bëri ata me qesh." Pra pejgamberi alayhis salam I andaloi hijretin, që ka qenë modë hijreti, sa që me bëmë tjerë fort çështjen e hijretit, disa ka pas njerëz që kanë mujt me bon hijret, por se kanë bon, e kanë I ka llogarit pejgamberin në rrethin e pabesimtarëve, edhe pse kanë qenë besimtarë në Mekë, veç pse se kanë bon hijretin. Ndërsa këtu I tha pejgamberi alayhis salam, me që ti I le prindërit e tu duke qajtur, mos bën hijret, por ktheu tek prindërit e tu dhe bëri ata me qesh. Pastaj po e përmendi hadithin tjetër që e ka transmetuar Imam Buhariu në Adab al-Mufrad, dhe Sheikhul Albani thotë hadith është I vërtetë. Vjen hadithi prej Nafi ibn al-Harith al-Thaqafiyut. Amën arab, I transmetuesi. Dhe ai thotë se me zinxhir tha pejgamberi alayhis salam: "Kullu dhunubin yu'akhiru Allahu minha ma sha'a ila yawm al-qiyamah." Tha pejgamberi në këtë hadith: "Nëse rob të bojnë gjunohe, ka
Ka mundësi që Allahu më ta shty dënimin mos më të dënu në dunjë heq për çat gjëna që ke bën. Ka mundësi që Allahu më ta shty dënimin tënd. Ke bën rana, ke bën, vetëm se ka mundësi Allahu mos më të dënu për ato gjënohe deri në kiamet. E kur deri në kiamet, para Allahut azza wa jall, tani ato e merr dënimin ose faljen. Varet qysh ty rrug pasaj mëshira Allahut azza wa jall. Ndërsa tha pejgamberi në këtë hadith, me përjashtim, janë disa përjashtime që atyre Allahu nuk ja vënon për në ahiret. Fillimisht ka shumë gjënohe që Allahu ka mundësimi t'i vënu dënimin për në ahiret. Ama janë disa gjënohe që Allahu nuk t'a vënon për në ahiret, por t'a jep në dunja, para ahiretit. Kjo s'do të thotë që ti e kryn, po kanë thonë dietarët me këto dënim shtesë për shkak të këtyre gjënoheve. Cilat janë ato? Tha pejgamberi alayhis salam, illa al-baghya wa 'uquq al-walidayn wa qati'at ar-rahim. Përveç ta, nëse njoni ban zullum më shumë. Zullum tani si zullum vllavit, zullum miqëse, zullum kushërive, këshive, fshatit, qytetit, shtetit, krejve ai ju ban zullum. Zullumi ti është i njoftur. Përveç atyre që bojnë zullum, Allahu kam ja u kthy dënimin e zullumit në dunjë. Para në cilën do metodë që ti ke bo zullum. Qoftë ke bo zullum me forcën tënde, qoftë ke bo zullum me dorën tënde, qoftë ke bo zullum me gjuhën tënde, për krejt që tu pa ta kthy Allahu azza wa jall në dunjë nuk ta lën. Tjetra cila, tha pejgamberi sa më tha, edhe mos respektimi i prindërve, ose mos sjellja mirë me prindërit, hymja në hak prindërve. Kerejt që tu, edhe kjo, soto që ti mendon, po përderi sot ti i ke hin hak prindit tanë, i ke bo zullum, e ke maltretu, e kejt atu, Allahu ka me ta kthy në dunjo. Këto para se me morti dënimin në ahiret, për çka? Për vlerën e madhe që ka respektimi i prindërve, edhe treta është au qati'at ar-rahim, edhe shkputja e lidhjeve parafisnore. Shkputja e lidhjeve parafisnore është një prej tyreve që kime marrë dënimin në dunja edhe në ahiret. Ta pejgamberi thotë yu'jilu li sahibiha fi dunya qabla al-mauti, që to dënimi shka u përmenden, që to pro zullumi madh, mos respektimi prindërve, shkputja e lidhjeve parafisnore, tha pejgamberi që tyre tha i vjen dënimi në dunja para se me vdekjes. I vjen dënimi. Çka tregon kjo? Kjo tregon vlerën e madhe që ka ky obligim, sjellja e mirë dhe respektimi i prindërve. Po e një ngjarje që prapë ka prun Imam Buhariu në Adab al-Mufrad, dhe Sheikhul Albani prapë ka thonë është i vërtet, vjen për Ibn Abbasit. Erni njëri tek Ibn Abbasit, edhe i tha, o Ibn Abbas, ky Ibn Abbas është shok i pejgamberit, që pejgamberi ka bëu dua për ta, që Allahu më mësu dinjen e më dhon dije shumë kështu. Edhe i tha, o Ibn Abbas, unë tha, e kam një problem. Problemi tha është që një ditë ta prej ditëve e kërkova një vajzë. I quva mësit për një vajzë. Unë pëlqej shumë, i quva mësit, por tha, ajo vajza nuk më pranoj mu. Tha, nuk zgati shumë, erë një njëri dhe e lypi qatë gru, qatë vajzë. Tha, ndërsa ato e pranoj, mu së më pranoj. Dhe unë tha jam pak gjelëz si shumë. E për shkak që gjelëzova pse ato e pranoj tash si burr, e mu së më pranoj, tha, e ku myt qatë vajzë. A ka pendim për mu, o Ibn Abbas? A më folë zoti mu? Ibn Abbas, a din si ja këtej? Ibn Abbas ja këtej, a ki non, tha ti? Tha, jo, Allah, tha, s'kam ka dek. Tha, me që s'pas ke non, atëherë, kërkë folje të Allahu azza wa jall, nisja ban vepra të mira, në ashtë të zoti pastaj ta falë. Kur shkaja i njeri, njerëzi që kishte rrejtet Ibn Abbasi, i thanë, o Ibn Abbas, o djetari jun, i thanë, pse pyte për non, që ka pat lidhje nona këtu me njën që pas ka myt njeri? Tha Ibn Abbasi, tha, inni la a'lamu amalan aqrabe ila Allahi azza wa jall min birri al-walida. E thash ta këtë çështje se nuk njoh ndaj vepër më të mirë që të afron më shumë ti tek Allahu përveç se respektimi i nonës. Për këtë e thash këto. Që ka shumë me po Ibn Abbasi,
Nëse edhe njeri ka mbyt njeri, por respektin e nënës i ja jep që shdohet, me shpresë të madhe që për shkak këtij respekti mi ja fal Allahu Azza wa Jall. Po e bie edhe një hadith tjetër për sot që transmeton Imam Ahmedi dhe Sheikh Albani, thotë hadithi është i vërtetë. Hadithi thotë kështu se vjen për Ibn Abbasit, thotë tha pejgamberi alayhis salam: "Mal'unun man sabba abah." I mallkuar qoftë ai që e thyn babën e vet. I mallkuar qoftë, llogarit nga ana pejgamberit. Me thon i mallkum qofsh nëse ti e thyn babën tënd. Mal'unun man sabba ummuhu. Edhe i mallkuar qoftë ai që e thyn nonën e vet. Dhe zbërthyesit e këtij hadithi kanë thonë se jo veç me i thonë nonës o dhe babës, o bob, Allahu të vrau, astagfirullah, Allahu të vrau të ose mallkime tjera mja bo, jo veç kaq. Por wallahi, zbërthyesit e haditheve kanë thonë, nëse ti pa të drejt ama, i ashon nonën dikujt, edhe ai pastaj ta kthen ty i bjen që hin në këtë hadith. Je i mallkuar nga ana e Allahut. Veç pse e ashoj të nonën dikujt pa të drejt, e ai pastaj ta kthen ty dhe të shon jen këtë mallkim. Ose i ashoj të babën dikujt, e ai ta kthen ty jen këtë mallkim. Është rrezikshme, se shikjo sidomos të tritë e sotit është sikur ka ardhur si Omar Farah ose Kikirika, shumë lehtë shon edhe nuk i thjerrin këtu hiç. Vazhdon haditha pejgamberi alayhis salam: "Mal'unun man dhabaha li ghayrillah." Edhe i mallkuar është ai që therr në kafsh jo në emër të Zotit. Në emër dikujt tjetër, në emër një të vdekurit, në emër të nivorit, në emër një partijës ose nëse therr edhe për to hen në këtë mallkim tha pejgamberi alayhis salam. Pastaj tha: "Mal'unun man ghayyara tukhum al-ardi." Edhe i mallkuar është ai që i ndryshon ato megjat e arave. Shkon arën, e ka që kaq, por shkon natën apo kur son është ai pronari i arës tjetër ato, e han megjen, e shtyn gurin pak maçanena, tha pejgamberi alayhis salam, i mallkuar qoftë edhe kë. Mal'unun man kamaha a'ma 'an at-tariqi. Tha dhe i mallkuar është ai që në njëri ka nevojë për mja kallëzu rrugën, ai ja devijon rrugën. Ose në njëri është i verbër, ka nevojë mja drejtu rrugën, mi tregu se nuk sheh bash mirë, ai ja devijon rrugën e tij. Tha pejgamberi: "Mal'unun man waqa'a ala bahime." Edhe i mallkuar është ai i cili ka bë amoralitet me kafshën. Ai i cili ka bë marrëdhënie me kafshën, edhe ky është i mallkuar. "Mal'unun man 'amila bi 'amali qaumi Lut." Edhe i mallkuar është ai njeri i cili bën marrëdhënie burr me burr. Pra këtë këtu mallkime që u përmendën këtë hadith, tregojnë për rrezikshmërinë e atyre që i veprojnë. Edhe në këtë rast pra, e vërejni se sa e rrezikshme ka mos me i respektu prindërit. Në lusmi Allahun Azza wa Jall të na fal, të na mëshiron. Lusmi Allahun Azza wa Jall prindërit tanë musliman Allahu të mëshiron, xhenet me ta të na takon, të na bashkon. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.